Grupi kriminal I cili kishte zgjedhur që parat I sillte nëpërmjet le të themi rrugëve, detare sigurisht edhe transportit nëpërmjet autobusëve drejt vendit ton, një grup I cili me sa duket koordinohej nga Shqipëria. Aida, tani ti I ndjek shumë çështjet e policisë si gazetare e vjetër, do themi tash për sa I përket. Ama Andi pa dal akoma tek çështja, takoj një ditë një oficer të policisë edhe më thot mua, po flisja në mëngjes me një kolegen tonë dhe gazetare e re ajo, më tha mua. Mirë, thash unë, në rregull, se ti tha u bëre vjetër. I thash po nuk ndjesh mirë. Por ja ktheva shumë bukur. I thash qofse unë jam bërë vjetër ti e bëri lashtë. Atëherë, kështu që të kam me ty. Jo, ideja është ti ke filluar herët. Ke filluar herët në moshë edhe kështu që je vjetër tani pavarësisht se je ere në moshë. Ç'ishte ky grup kriminal? Si e koordinonin transportin e parave? Por dhe të lëndës narkotike. Lëndës narkotike, patjetër edhe më intereson edhe roli I agentit operacionales Ilia Xhiaj. Po. Atëherë, së pari kemi të bëjmë me një grup, sepse ashtu e konsiderojnë italianët, pasi janë edhe, le të themi, kryesorët, iniciatorët e këtij hetimi në vitin 2021, I kanë kërkuar prokurorisë shqiptare pasi nga hetimet e tyre, ju kishte rezultuar që një grup që drejtohej dhe kishte në përbërje të vetë kryesisht shqiptar, por dhe drejtohej nga shqiptar, dyshohet që kanë edhe bazën dhe sjellin parat, por edhe sasi lëndë narkotike në Shqipëri dhe anasjellta. Pra, kishte sasi lëndë narkotike që shkonte nga Shqipëria drejt shtetit italian, drejt Zvicrës e më pas drejt vendeve të tjera të Bashkimit Evropian. Ky grup ka në përbërje të vetë, pasi kemi një masë sigurie të dhënë edhe për Elvis Doçin, një emër I njohur I dal vetëm disa kohë më parë me një tjetër masë sigurie po nga autoritetet italiane, po nga antimafia italiane, pikërisht për trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike, I përfshirë këtë radhë dhe me masë arrest me burg është edhe vëllai I këtij të fundit, por ndërkohë nëse vëmre listën e personave që kanë marrë masë sigurie arrest me burg apo edhe masa të tjera sigurie një pjesë të cilëve nuk janë arrestuar, pra vetëm një pjesë janë mundur të arrestohen. Kryesisht janë shqiptar, kemi aty persona kryesor, pra nëse flasim për kryesorët, flasim pikërisht për vëllezrit Doçi apo edhe për vëllezrit Tafili, pra Indrit Tafili edhe vëllezra Pukushrin, nuk mund ta përcaktoj qartë se çfarë janë me njëri tjetrin, që ishin në rol kryesor, kishin bashkëpunëtorët e tyre italianë që gjithashtu ishin në role kryesore dhe më pas kemi edhe persona të tjerë të hetuar, të arrestuar apo të dhënë mas sigurie, arrest me burg apo arrest shtëpiak, që kishin rolin e transportuesve, që janë shoferët e kamionëve me cilët kishin transportuar apo autobusëve që kishin transportuar sasinë e lëndës narkotike të llojit heroin që shkonte nga Shqipëria drejt shtetit italian apo drejt Zvicrës dhe më pas tregtohej në vendet e tjera të Bashkimit Evropian, pra është theksuar nga italianët që heroina që tregtohej nga ky grup kriminal sillej nga Shqipëria. Dhe kjo patjetër që është një këmban alarmi. Më pas kemi ka një diçka të veçantë këto hetime dhe ky operacion. Drejtuesit e automjeteve që bënin transportin e sasive të parave apo edhe të sasive të drogës, kërkoj ndjes, nuk ishin në dijeni se çfarë kishte në kamionët apo në autobusët e tyre. Jo, nuk e dinin. Dhe çfarë tregon kjo? Kjo tregon që nivelet e këtyre grupeve kriminale janë shumë të sofistikuara. Pse janë të sofistikuara? Sepse kjo nuk do të thotë që jo vetëm bashkëpunojnë me kompani kamionësh që kanë kamion me të cilët bëjnë transport ndërkombëtar të sendeve të ndryshme, çfarë transportojnë kamionët, kompani autobusësh, por mund të jemi edhe në pikën që këto grupe kriminale hapin kompani fiktive, pra sikur do të transportojnë njerëz apo lëndë të ndryshme dhe në të vërtet qëllimi kryesor është transporti i lëndëve narkotike e njëjta skep siç është përdorur nga hapja e kompanive ndërkombëtare të transportit detar, të cilët për transportin kryesisht të frutave egzotike, që në fakt nuk ishte qëllimi kryesor sjellja e frutave egzotike apo e bananeve, por në të vërtet sillin sasi të konsiderueshme lëndë narkotike. Dhe të gjitha personat të cilët janë marrë në pyetje dhe
prokuroria si italiane ashtu dhe ajo shqiptare janë bindur që nuk kanë pasur dieni për transportin e lëndëve narkotike që kanë kryer, patjetër që nuk janë arrestuar, por ka pasur pa diskutim mes tyre dhe persona që kanë pasur dieni. Shqetësim tjetër apo ajo çfarë ka ndihmuar policinë italiane për të rënë në gjurmën e këtyre grupeve kanë qenë sasitë e parave të cilat po kapeshin apo po dilin nga Italia dhe po vinin drejt Shqipërisë dhe kishin mbledhur të dhëna që vinin pikërisht përmes autobusëve. Jo as me skemën hawala, as me kripto, as me ndonjë metodë tjetër, por randi ne kishim menduar që ka nikur metoda tradicionale, por në fakt metoda tradicionale nuk ka nikur. Thjesht janë zgjeruar kaq shumë metodat qoftë të transportimit të lëndëve narkotike apo qoftë të transportimit parave, saq që thjesht sa kanë hallakatur le të themi hetuesi. Jo kanë hallakatur hetuesi që duhet merren me kaq shumë rrugë që përdorin grupet kriminale dhe rikthehen përsëri tek ajo rruga e zakonshme e vjetër siç ka qenë. Të gjithë patjetër shoferët e autobusëve që merrnin përsipër të transportonin këto sasi parash që nuk janë të shumtë në numër, janë shumë të pakta, janë të pakta ata persona që marrin përsipër të kalojnë vlera miliona eurosh e ishin në dieni të parave që silleshin në Shqipëri, por jo në dieni të gjithë linjës se ku do të shkonin dhe se kush ishte pritësi, por funksionon. Pse e bëjnë këta persona këtë gjë? Sepse ka një skem që për çdo sasi monetare që merret nga jashtë vendit për të sjellë në Shqipëri dhe janë sjellta, shoferët e autobusëve mbajnë një sasi prej 15%. Nëse janë kjo nuk ditë nëse mbahet nga vetë shoferët apo nga administratorët e kompanive, por zakonisht janë persona fizik këta të cilët bëjnë transportimin e parave. Pra, kanë thjesht një autobus që patjetër të regjistruar, bëjnë transport ndërkombëtar qoftë mallrash apo qoftë pasagjerësh dhe kanë edhe bëjnë edhe këtë punë, pra që sjellin parat e përfituara nga trafiku i lëndëve narkotike apo edhe nga aktivitetet të tjera të palishme dhe i sjellin në Shqipëri duke mbajtur 15% të vlerës. E kuptoj. Roli i Igli Haxhiajt. Po, patjetër. Që është, domethënë, kam përshtypjen e agent i operacionale se tu ka pasur në kohën kur kanë filluar hetimet e italianëve dhe të prokurorisë posaçme, ka qenë pjesë e forcave operacionale. Çfarë ndodh? Dhe pse ka pasur informacione Igli Haxhia? Igli Haxhia ka pasur informacione sepse ne kemi dëgjuar shpesh Dumanin që ka thënë që ka persona të cilët kanë të konspiruar dhe janë pikërisht nga këto të dhëna që dalin. Duke qenë pjesë e operacionales, shpesh prokuroria e posaçme në bashkëpunim me byron kombëtare të hetimit, kur kanë persona në vëzhgim apo në përgjim apo në ruajtje, patjetër që bashkëpunojnë edhe me departamentin me drejtorisë operacionale në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit dhe të gjithë agjentët vijnë në ruajtje të subjektit që ata kanë. Nuk janë në dieni të hetimit, por vetëm kanë një subjekt për të ruajtur, për të vëzhguar të gjitha lëvizjet, takimet që bën apo për të vendosur edhe përgjus ambiental. Dhe në dosjen e siguruar, Igli Haxhia del që informon një nga personat e tjerë, nuk më kujtohet, i di që nuk jam me emrat, një nga personat e këtij grupi informon që është në përgjim jo vetëm ai, por edhe mamaja e tij, bashortja e tij, pra janë të gjithë si familje në vëzhgim, por nuk e di se për çfarë nga ana tjetër, në këmbim të këtij informacioni në një moment i kërkon edhe një shumë prej 15.000 eurosh, duke i thënë që unë jam së bashku me 2 kolegë të tjerë të cilët më ndihmojnë për të siguruar këto informacione dhe patjetër që unë do t'jap informacion, kjo edhe kushton. E qartë, atëherë pra kemi pasur dikë që transdonte rol aktiv, policinë e shtetit. Faleminderit për këtë shpjegim kaq të plot dhe kaq të saktë, Aida. Avokat, tani kemi një antar policie me një post, le të themi me pozicion. Aktualisht ndjes se harrova ta them, aktualisht Igli Haxhia ishte pjesë e antiterrorit, e drejtorisë antiterrorit, patjetër edhe aty specialist, pra oficer. Okej. Pra tani, ç'është do ta quhet tradhtar që ka tradhtuar uniformën e policisë shtetit, ka bashkëpunuar dhe përse kanë tendencën që personazhe të tillë të shkojnë të bëhen palë me grupet kriminale. Ka pasur aktet në dorë
personi? Ka qenë dinit të hetimit, ka pas aktet, domethënë çfarë po ndodh se çfarë jo. Jo, aktet ta thashë andi tani se shpjegova, jo më kot. Nuk ka pasur aktet në dorë. Ka pasur aktet në dorë. Pra, okej, mund të ketë bashkëpunuar me persona të tjerë, por një agenti, po sepse e citon në një fjali, por ne nuk e dim. Sepse në fjalit që thot, ai thot vetëm jeni në përgjim, por jo se për çfarë ishte në përgjim, se një agenti operacionales nuk ka hetimin për çfarë po hetohet personi. Ka vetëm faktin që ky person duhet të vëzhgohet, të hetohet, të ndiqen të gjitha takimet, çfarë bën dhe çfarë nuk bën. Se si ka në dorë nuk e di, ka pasur akte, ka pas një pjesë të akteve të cilat Okej, atëherë si ka pasur apo jo? Patjetër. Do të kemi parasysh që një person i cili merr një masë sigurie prezumohet i pafajshëm. Unë jam i bindur që gazetaria ka një mision shumë të vështirë, por shumë të rëndësishëm për zbarjen e vërtetës, që është të transportojë ose më mirë të përcjell tek opinioni publik fakte të cilët vinë si pasojë e një lajm që ka dhënë policia e shtetit në bashkëpunim me prokurorinë. Këtë ka dhënë vetëm prokuroria. Prokuroria. Tani lind pyetja që gazetari sjell një fakt që prokuroria do ta përcjelli dhe lidh një pyetje tjetër. Çfarë do t'i shërbej prokurorisë në rast se gazetarët do të përcjellin këto fakte që ky i operacionales, ky antiterrorit, ky i prokurorisë, ky oficeri thjesht policisë së shtetit, çfarë do të provojë prokuroria? Policinë e shtetit që në rast e tyre kur ka vetë policia e shtetit është kapur në flagrancë që ka pasur punojës të lartë të policisë së shtetit që kanë qenë bashkëpunëtor të grupeve kriminale. Ja, një sekond. Një sekond, ta mbaroj. Po s'më ta mbaroj. Po ta mbaroj. Jo, se unë kur nuk bie. Më dëgjoj ta mbaroj. Unë po them grupet të lartë të cilët janë kapur si bashkëpunëtor në flagrancë. Të sqaroj pak opinionin. Kush e ka thënë atë? Gjatë hetimeve paraprake, për këtë procedim penal janë mbledhur provat e nevojshme, të cilat provojnë se shteti Igdi Haxhie në cilësinë e oficerit të policisë gjyqësore në drejtorinë e forcave së posaçme operacionale në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, i ngarkuar për kryerjen e veprimeve hetimore dhe procedurale të procedimit penal, në fjalë u ka zbuluar personave të dyshuar të dhëna të akteve procedurale që përbënin sekret hetimor. Pra kjo duhet që është rënd, avokat. Edhe njërë, e rënd mund të jetë sepse prezumohet i pafajshëm dhe do të provohet nga gjykata. Dhe tani të mbaroj atë që thash më përpara, që do të thotë shumë funksionar të policisë së shtetit janë përfshirë në grupe kriminale. Kur thua shumë, çdo më thënë shumë. Kush e ka thënë këtë gjë? Çdo më thënë shumë. Janë 13.800. Kryetari i SPAK-ut në komisionin parlamentar, sepse unë nuk them ato të cilët do kryetari i SPAK-ut të them. Çdo më thënë shumë. Unë po them atë që vetë kryetari i SPAK-ut ka thënë që ne nuk kemi besim tek funksionarët e policisë së shtetit. E ka thënë, po se thot më. Po, është fakt konkret, po pse ti më thua që e them unë? Po se them unë, sepse e ka thënë pikrisht ai i cili duhet të godas, sepse i kanë thënë, ore, po dole ti në komision duke thënë që shteti ka marru, edhe ti ke marrë fund, sepse ti profesion interesat e shtetit ku bën ndjekjen penale. Po deri sa ta kuptoj ai afërmendësh, do shumë kohë. Pra, do të thotë që policia e shtetit, sipas zotit Dumani, që ishte ai që duhet të godiste edhe krimin organizuar, kishte dështuar se pikrisht zoti Dumani na faktoi publikisht që ka dështuar policia e shtetit. Tani na faktoi. Nuk është fakti, nuk është fakt që unë. Kur vjen puna te korrupsioni, për çfarë po flisni më parë? Te korrupsioni një sekond, te korrupsioni prodhon statistika, ndërsa te krimi organizuar nuk janë ban, sepse është rasti 11 nëntorit që u bën në Rinas dhe duke marrë si referencë pozicionimin e tij në publik që thotë që policia e shtetit është kapur në flagrancë, unë si qytetar i thjesht dhe si profesionist them, derisa Dumani që duhet të luftojë si garip krimin organizuar, afërmendësh, ai tha në pozicionin publik dhe ku në komisionin parlamentar që policia e shtetit sipas tij janë të përfshirë pothuajse në grupe kriminale. Tani janë gjithë përfshirë. Jo, ai ashtu tha. Punojësit e lartë të policisë së shtetit tha janë të përfshirë. Tani nuk e besoj që tani edhe përfshirë dhe një i lagjes. Po tani unë do them çfarë tha ai. Do them çfarë them unë, sepse unë personalisht kam thënë edhe në rastin atit Bistrit, mos gaboj Bistri ishte. Po, prezumimi pafajësisë. Edhe në rastin atit tjetri që e kapi të rrugores për një kot, një dosje koti, ç'a ishte? Po,
Edhe atë kot e kanë kapur. Pse kanë kapur kot? Sepse në rast se zoti Dumani do kishte vullnet të pastronte krimin organizuar, fillonte nga A-ja, secili nga ju mund të mendoj kush është A-ja vet, edhe shkonte deri te Z-ja në fund fare të policisë së shtetit, sepse mos harroni një fakt. Policia e shtetit ka pasur shumë. Policia e shtetit është policia që mbron interesat e çdo qytetarit shqiptar. Por e di kush është problemi që këtit nuk janë ban, të thotë policia e pushtetit dhe të bëj një krahasim me punojës të ndeshëm të policisë të shtetit. Ky nuk janë ban thot që policia e shtetit është shndëruar policia e pushtetit dhe fut të gjithë punojës të policisë në atë lojë që do ai ta bëj, sepse nuk don të luftoj krimin organizuar për shkak se nuk e di mbahet peng. Puna e tij është të mbahet peng. Por edhe policia ka fajin sepse nuk i tregon Dumanit që ne po luftojmë krimin organizuar, ndërsa ti je ai i cili nuk ta mban ta marrësh krimin organizuar. Pra, policia e shtetit është shndëruar policia e pushtetit. Po të tregoj pak. Po tani hajde tani më lufto, mos kërko, më fal t'ja prallën, se si jemi këtu madam. Po tani nuk ka tani kam ardhur për debat, kam ardhur për leksion e nderuar. Nuk është të vendosemi me njëri tjetrin, hajde vazhdojmë të bërtasim nëse mund të shkojmë debat, të debat. Lutem shumë. Si të bëj debat. Policia e pushtetit urdhon e ka thënë faktin. Policia e ka treguar që po e lufton krimin organizuar, të paktën nga statistikat dhe raportet që unë shoh. Po, nga mjesdhe. Avokat, lutem. Sepse kemi një rritje. Po, 11 nëntorin, po, 11 nëntori ishte Rinasi. Po, mua në ngjarje konkrete. Pritë, do të ndaloj dhe aty patjetër. Po pse qytetarë kemi ne këtu? Po përsa ne duam të dalim të kemi siguri. Kokat e njëri tjetrit çfarë? Po, atëherë po kush e ka fajin? Pra A-ja, Z-ja. Mira, kemi me qindra armë të kapura dhe me 10 baza luftarake të goditura nga policia e shtetit. Kur kanë ardhur nga italianët, nga gjermanët, nga të huaj. Po më dëgjoj tani se s'po më dëgjon fare. Më dëgjoj. Shqipëri nga policia shqiptare, nga instituti shqiptar. Vini pas sakundë kështu. Kemi baza të cilat dyshoheshin që përdoreshin edhe për vrasje me pagesë apo për shpërndarjet e grupet kriminale të cilët kryejnë vrasje me pagesë. Janë goditur disa baza. Ka hyrë policia e shtetit në vende ku nuk guxoi të hyej. Ka hyrë nga mjesit deri në darkë, shikoj. Patjetër që ka hyrë. Po, edhe se më hajde le ti me mua të shikosh që të bëjmë një koment të mirë. Po të lutem shumë, këtë ka arrestuar, statistika ka bërë dhe në fund fare personazhet e ka goditur personazhet të cilët më parë konsideroheshin ata do të janë statistika, janë statistikat aty brenda. Nuk e di a janë statistika as janë statistika. Unë them çfarë shoh. Po statistika, faleminderit shumë. Unë them çfarë shoh. Edhe unë statistika lexoj vazhdimisht. Dhe ndërkohë nuk ka pasur më as pretendime për dekonspirime nga ana e policisë së shtetit, sa i takon operacioneve të përbashkëta të bërë me prokurorin e posaçme. Unë nuk e di a është pastruar, a nuk është pastruar, mund të jap treguesit dhe mua treguesit më rezultojnë që jemi në një situatë shumë më të mirë se ç'kemi qenë. Jemi më të keq se sa ju mendoni. Do të themi vetëm një fakt, edhe pastaj filloni të kritikoni. Nga mjes deri në darkë. E mbani mend kryepolicin Ardiveliun? Çfarë ishte? Ishte kryepolic. S'ditë më shkruaj. Ai ishte pa, tani mos më komentoat, lere tani. Jo pa deshit. Tani nuk dua tani. Ta shumë brata, jo. Një sekond. Jo, avokat, ti thua të filloj nga Aja dhe pritën të Aja, ka pasur shumë policia. Pritën një sekond, ta mbaroj. Duhet të filloj nga Aja. Po të Aja po shkoj, po më dëgjoj tani. Edhe po them diçka. Zoti Veliu ishte drejtuesi i policisë. Ç'a bëri? E mori Rama, bëri zëvendës ministër. Në atë moment ju nga pikpamja procedurale dhe morale dhe institucionale do kuptoni që policia e shtetit në atë akt që ai shkoi ministër i një qeverie, çfarë ndodhi? Policia u shndëruar si një lojë e pushtetit aktual që është Partia Socialiste dhe policia u përfshi në punën e Partisë Socialiste duke ndihmuar Partisë Socialiste. E angazhoi politikisht. Dhe pastaj çfarë bëri? Zëvendës ministër e kishte të infrastrukturës pas Belindës. Pastaj e mori nga zëvendës ministër dhe ku e vendosi? Ai i cili do kontrollonte punojësit e policisë. AMP. Tani, vetëm këtu në këtë ngjarje do kuptosh qartazi që diçka nuk shkon mirë me policinë e shtetit.
Edhe sot që flasim. Nuk di. Leo tani aty nuk di shkrim, është puna e tij. Nuk e fare. Nuk është në ndonjë. Po tani ka ikur ai tani. Ka ikur se ai atë e di si e hoqën atë. Atë e di si e hoqën kështu. Shkoi ta ulant balla se donte më pastru, vuri një ligj të ri. Çfarë është ligji i ri? Që ky Proda që na bën shumë ngaripi në krye policit, ku do përfundojnë fund fare? Do japim sim atyre punonjësve të policisë, sepse ai në fund fare ku do iki? Do iki nga policia e shtetit.